edhe një super weekend në Texas ku zyrtarisht u hap lufta për kampion. Në kualifikimet e sprintit e mor pole position Verstappen me 700 para Norrisit e befasia ke Hülkenberg në vendin e 4. Në startin e sprintit pat Piastri nisin më të mirë se Norrisi, ku në kthesën e parë toshi me ndru vjen me ika e mbrëmshmja ku harroi që ka garus tjerë në pistë, edhe kolidoi me Hülkenbergun ku e mor në qaf Norrisin edhe Alonson. Russell dikur u munu me kalu Verstappen, po tentativa ke e pas suksesshme. Gora e sprintit përfundoi me safety car se Strolli i mshoi Oconit. Pa tash s'ki qa bën, edhe baba din me gabuna herë. Në kualifikimet e garës prap Verstappen vendin e parë para Norrisit e Piastri katastrofal në vendin e 6. Starti i garës ke fenomenal nga Leclerc ku kthesën e parë e mor vijën e jashtme me më shumë shpejtësi edhe kopje më të mirë asfalt me guma të buta edhe kaloi Norrisin. Sainz e boni një super te kalim kthesën e 15 nga e mbrëmshmja kundër Berman. Njëjtën e provoi edhe me Antonellin kthesën e njëjtë, po kësaj here bllokoi, i mshoi edhe vetën e fluturoi. Duele interesante kanë bërë Norrisi me Leclerc ku ju dashën 6 xhiro për me mujt me te kalu Monegasin. E Verstappen përpara fluturoi ki i vetmuar me 10 sekonda e përsi. Një duel i çuditshëm u kon mes Hamiltonit edhe Leclercut që për pakën tu prek pa kur fare nevoje se Leclerc pat me hit direkt në boksi. Dueli mes Leclerc edhe Norris u përsërit, po Norrisi me gumat buta s'pat shans me kalu Leclercu me të mesme. Derisa i tha ekipa menaxhoj gumat një herë se janë stërnxej, e tani muj me kalut Leclercun. Xhiron e 50 e provoi Norrisi prap pa sukses kthesën e parë, po tani në zonën DRS Leclerc s'pat shans më mbrojt edhe hupi pozitën e dytë. Verstappen e fitoi garën edhe ju afru Piastrit në 40 pikë, edhe veç me thonë klump na çfarë spektakli kena me pas garat e ardhshme. Hajde tash në komente menimin e juve, shoferin e javës edhe shihni javën tjetër në Meksik. Beace.